Vendimin e mazhorancës për t'i hequr presidentit të drejtën për të propozuar 2 kandidat për kryetar të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, opozita e shikon si një cënim të vetë frymës së kushtetutës, sipas ish kryeministrit Berisha, ajo që preket është ndarja dhe kontrolli i pushteteve. Presidentit me ligj i ngarkohen detyra tjera në frymën e kushtetutës. Cila është fryma e kushtetutës? Parim themelor për institucionet e vendit, institucionet kushtetuese dhe jo kushtetuese, është check and balance. Është check and balance. Po ky parim nuk ekziston për atë që do të ketë të gjitha pushtetet në dorën e tij. Kjo kompetencë është në frymën e kushtetutës, në frymën e ndarjes dhe kontrollit pushteteve, në frymën e pavarësisë tyre relative. Kryetari i grupit parlamentar socialist i kujtoi Berishës se ka votuar kundër si ndaj kushtetutës ashtu edhe ndaj ligjit për ILDK-n. Gramoz Ruçi gjen arsyeën e reagimit të demokratëve te puna e inspektoriatit gjatë muajve të fundit. Ti ke frikë bashkë me përfaqësuesit e tu që ky institucion i cili ka filluar të lindë në vendi, që në muajin e parë, kur ky institucion ka 2 vjet që s'ka kryer asnjë veprim në funksion dhe në zbatim të ligjit, se ju mbroni një ligj të vitit 2003, të cilën nuk e ke votuar këtu në parlament. Nuk e ke votuar, e ke kundërshtuar 2003 këtë ligj. Ndërsa sipas demokratit Gens Ruri, zaptimi i kompetencave të presidentit bëhet për të evituar kontrollin e pasurive të zyrtarëve të mazhorancës. Zaptimi antikushtetues që bëhet kreut këtij institucioni bëhet që autoriteti që ka për detyrë të verifikojë, thjesht mos verifikojë më, autoriteti që duhet provojë sa i ligjshëm është një pasuri, do fillojë të ligjërojë dhe pasuritë e paligjshme dhe padyshim mund të ndodhi që kusari të jepet certifikata e ndershmërisë dhe për 7 vjet ajo vlen më së miri. Që asnjëra palë nuk është e pastër, e pranoi publikisht ish kryeministri socialist Pandeli Majko. Kur flitet për korrupsion sistemik, kjo do të thotë se korrupsioni ka prekur bazat, fundamentin e shtetit. Është e kotë që ne t'i mbushim mendjen vetes se ky korrupsion ka funksionuar dhe po funksionon vetëm në këto 6 muaj që është ndryshuar qeveria. Korrupsioni sistemik është një korrupsion i cili në thelb kërkon minimalisht mbi 1 dekadë. Jemi të 2 palët të zhytura në këtë histori. Për Josefina Topallin, përballë pamundësisë për të shkarkuar presidentin e Republikës, mazhoranca ka vendosur ta zhvesh atë nga funksionet. Nuk guxoni ta shkarkoni edhe presidentin, por keni menduar një mënyrë dhe më djallëzore. Ai president do qëndrojë në atë karrige sipas jush, po do ja merrni një nga një të gjitha kompetencat. Kjo sotshmja është njëra. Projekti i arshëm është marrja e gradave të generalëve. Pastaj është marrja e kompetencës së presidentit të planit të shpërndarjes, ndërkohë që ministrja dhe kryeministri i kanë marrë, pavarësisht se është tërzu, të drejtën e dekretit për të shkarku general sipas kushtetutës dhe ligjit. Konfirmimin indirekt e dha socialisti Fatmir Xhafaj, për të cilin presidenti nuk është mbi palët, por një njeri partijak. Ju që keni kaq shumë merak pavarësinë e institucioneve, ruajtjen e parimeve kushtetuese, garantimin e pavarësisë dhe integritetit të funksionimit të shtetit së drejtës, harroni që keni zgjedhur në ofiqin më të lartë të shtetit, si përfaqësues të unitetit kombëtar së paku sipas kushtetutës, as më shumë e as më pak se sa një ministër tuaj, një ministër herë rendi e herë drejtësie që shkonte sa herë dhe ku kishte nevojë partia. Sipas opozitës, ILDK është rasti i fundit i një serie institucionesh që mazhoranca po përpiqet të marrë nën kontroll.